Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek të jetosh besimin. Sot do flas për shëmbulltyrën e vreshtarëve të ligj. Kur njeriu përvetëson atë që nuk i takon atij. Mateu 21:42 thot, guri që ndërtuesit hodhën poshtë u bë guri i qoshes, guri i themelit. Kjo shëmbulltyrë është një nga më të fortat dhe më profetike që Jezusi tregoi. Ai flet për një pronar që mbjell një vresht, e rrethon, e pajis dhe ja beson vreshtarve. Por kur erdhi koha për frytin, ata refuzuan t'i japin atij atë që i takon. Madje rrahan, vranë shërptorët e pronarit dhe në fund i vrasin edhe të birin kur ai e dërgon. Me shpresën se ata do të reflektonin, sigurisht. Problemi nuk ishte se vreshti nuk prodhonte. Problemi ishte se vreshtarët e harruan kush ishte pronari. Një figurë historike që na ndihmon të kuptojmë këtë shëmbulltyrë është Aleksandr Solzhenitsyn. Ai pasë si pushteti kur harron se nuk është pronari absolut, por shërptori së vërtetës, kthehet në tirani. Aleksandri shkroi: "Vija ndarse mes së mirës dhe së keqes, kalon nëpër zemrën e çdo njeriu." E pra miq, vreshtarët në këtë shëmbulltyrë nuk u bën të këqij sepse nuk kishin vresht. U bën të këqij sepse menduan se vreshti ishte i tyri. Siç thotë edhe John Locke, pushteti është amanet, jo pronë. Më lejoni të ndaj disa të vërteta të rëndësishme. E para, gjithçka që kemi është amanet, jo pronë. Jeta, familja, kisha, shoqëria, dhuratat, pushteti, të gjitha janë dhënë nga Zoti. Ne jemi vetëm kujdestar, administrator dhe jo pronar. E vërteta e dytë, refuzimi për të dhënë fryt është refuzimi i autoritetit më të lartë, autoritetit të Zotit. Kur njeriu jeton vetëm për veten, ai në heshtje deklaron: "Unë jam Zot i jetës time." E vërteta e tretë, Krishti është prova përfundimtare e bindjes ose rebelimit ton. Vreshtarët vranë të birin sepse prania e tij i ekspozonte. Prania e tij ishte një pasqyrë ku ata shiheshin se sa të shëmtuar ishin, ku ata shikonin egoizmin e tyre dhe refuzimin ndaj autoritetit të Zotit. Edhe sot Krishti na sfidon. A do ta pranojmë si Zot, apo do ta përjashtojmë për të ruajtur kontrollin e jetës tonë? Agustini shkroi, kur njeriu bëhet Zoti vetes, bëhet sklav i pasioneve të tij. Shoqëritë shemben kur pushteti shndrohet nga shërbim në përvetësim. Kur drejtuesit modern mendojnë: "Populli është i imi, mund të bëjmë atë ç'të dua, ligji është në duart e mia." E vërteta është e imja. E pra, Solzhenitsyn, pas e krimi më i madh nuk është ideologjia, por harresa se njeriu nuk është pronari i historisë. Hannah Arendt do të thoshte: "Tirani lind kur pushteti shkëputet nga përgjegjësia morale." Mbase Zoti sot na drejton këto pyetje miq: në cilën fushë të jetës jam duke u sjell si pronar dhe jo thjesht si një kujdestar? Apo e përdor jetën time për lavdin time, apo për frytin e Zotit? A pranoj autoritetin e Zotit, apo e mbaj jashtë jetës time për ta ruajtur vetë kontrollin? Vreshti yt sot mund të jetë familja jote, shërbesa, profesioni, ndikimi yt shoqëror, dhe pyetja e madhe është: apo jep fryt për pronarin e vërtet, që është Perëndia? Le të lutemi Zotit së bashku. I dashur Zot, më çliro nga iluzioni se jam pronari i jetës time. Më mëso të jetoj si kujdestar, besnik, administrator, që jep frytin në kohën e dur. Mos më lër të refuzoj birin tënd, që të mund të ruaj kontrollin tim. Më bëj shërptor të vreshtit tënd dhe jo sundues të tij. Bekoj burra dhe gratë që po ndjekin sot, o Zot, familjet dhe fëmijët e tyre. Ruaj dhe mbroj dhe ndihmoj që të jetojnë një jetë me kuptim, duke kujtuar çdo ditë që jemi thjesht administrator të orëve tona biologjike dhe një ditë do të japim llogari për gjithçka që ti na ke dhënë. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen. Miq, Zoti me ju dhe këtë ditë, mezi pres ju takoj sërish ditën e nesërme në meditimin e radhës. Miru takofshim.